Receta me presh që largon diabetin si me magji. Diabeti është një sëmundje nga më të shpeshtat në ditët moderne. Shprehjet e ushqyerit dhe mënyra e jetesës luajnë një rol shumë të madh në shëndetin e përgjithshëm, por edhe ambienti në të cilën jetojmë ka një rol po ashtu. Statistikat tregojnë se personat që janë diagnostifikuar me diabet janë gjithmonë më shumë në rritje në numër. Por a e dini se përpos terapive ka edhe një ushqyerje të mirë të cilat mund të ndihmojnë në menaxhimin e luhatjeve të tilla. Receta e mëposhtme mund të përdoret edhe për të stabilizuar luhatjet, për sa kohë ato nuk janë ekstreme do ju vinë në ndihmë ushqimet. Prandaj fokusohuni te dieta e shëndetshme dhe përzgjedhja e duhur e ushqyesve në menaxhimin e luhatjeve të tij. Preshi gjithashtu është një ndikim shumë i mirë pozitiv në dietën e personave që vuajnë nga diabeti. Për sa kohë ai kombinohet si duhet në dietën tuaj dhe konsumohet me kujdes dhe nuk neglizhohen këshillat e mjekut, do t'jap përfitime të rëndësishme për organizmin tuaj, citon studimi.